Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta që ka lënë mjekët gojë hapur, pini qumësht me hudhra çdo ditë dhe do trajtoni këtë nëntë sëmundje. Në video tona të mëparshme ne kemi folur vazhdimisht për hudhrën dhe për vlerat e saj ushqyese. Për shijen e shkëlqyer që ajo u jep gjellrave dhe recetave të ndryshme. Por, a e keni menduar ndonjëherë si ta përdorni me qumësht? Për shumë njerëz ideja mund të mos tingëlloj si diçka e bukur, të jetë krejt e çmendur, por në fakt, kjo vjen duke patur parasysh erën tipike të hudhrës, por sipas studimeve të fundit kjo recetë është shumë e dobishme, sidomos për shëndetin e njeriut. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 500 ml qumësht, 10 thelpi hudhër të paqëruara, 2 deri në 3 lugë gjelle me sheqer, 250 ml ujë. Në një tenxhere të thellë shtoni ujin dhe më pas hudhrën. Pasi të shihni flloskat e para të vlimit, ju duhet që të shtoni hudhrën të cilën e keni grirë më parë dhe të vazhdoni kështu me përzierjen. Pas disa përzierjeve, uleni temperaturën dhe shtoni sheqerin për ta ëmbëlsuar. Kjo pije magjike ndikon në përmirësimin e këtyre problemeve shëndetësore. Azma. Në qoftë se ju konsumoni 3 thelpi hudhër çdo natë, ndihmoni rrugët e frymëmarrjes që të çlirohen nga toksinat, duke lehtësuar në këtë mënyrë simptomat e azmës. Verdhëza. Hudhra është e pasur edhe me squfur, alicin dhe me selen. Këta 3 përbërës aktivizojnë enzima të posaçme, të cilat eliminojnë toksinat nga organizmi jon. Konsumimi i qumshtit me hudhër ndihmon në gjithashtu edhe të luftoni verdhëzën. Duke konsumuar atë rregullisht, verdhëza do të zhduket brenda pak kohëve. Sëmundjet kardiake. Kjo pije ulë nivelin e kolesterolit të keq, përmirëson qarkullimin e gjakut dhe gjithashtu pengon koagulimin e gjakut. Kolla. Hudhra ka efekte antibakteriale dhe ndihmon edhe në kurimin e shumë patologjive. Një prej tyre është edhe kolla e thatë. Nëse doni, ju mundet që të shtoni edhe mjalt dhe pak xhinxher për ta bërë akoma edhe më efektiv veprimin e saj. Sipas ekspertëve, perimet, frutat dhe zarzavatet janë një pjesë e disa prej kurave më të mira mjekësore që njeriu mundet të përdorë kundër sëmundjeve dhe çrregullimeve. Një prej këtyre kurave bashkon qumshtin dhe hudhrën për të krijuar një lëng të fuqishëm kundër artritit, kollës dhe pagjumësisë, sëmundjeve të zemrës dhe shumë sëmundjeve të tjera. Jaste se ju ta përgatisni këtë kur në një mënyrë më të thjeshtë dhe ta përdorni atë sa herë që ju të keni nevojë. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 10 thelpi hudhër të grirë hollë, 2 deri në 3 lugë çaj me sheqer ose me mjalt dhe 500 ml qumësht dhe 250 ml ujë. Udhëzimet. Përzieni ujin dhe qumshtin në një tenxhere. Shtoni hudhrën dhe më pas vendoseni në zjarr. Sapo lëngu të marrë val, uleni temperaturën dhe përzieni vazhdimisht. Pas pak minutash hiqeni tenxheren nga zjarri, kullojeni lëngun, shtoni sheqerin ose mjaltin dhe pijeni të ngrohtë. Përfitimet e kësaj pije janë vërtet të shumta. Artriti dhe nervi shiatik. Konsumimi ditor i këtij lëngu ndihmon në trajtimin e simptomave dhe njëkohësisht të dhimbjeve shqetësuese të artritit. Ky qumësht nga ana tjetër ndihmon edhe në zbutjen e dhimbjeve të nervit shiatik. Sëmundjet e zemrës. Qumshti me hudhra është një mënyrë shumë efikase e cila ndihmon në uljen e kolesterolit të keq dhe parandalimit të formimit të pllakëzave të gjakut. Azma.
Qumshti me hudhra duhet pirë çdo natë përpara gjumit për të zbutur kështu simptomat e azmës. Ju mundet që të pini qumshtin ose të hani 3 thelpi hudhër për çdo natë. Verdheza. Hudhra eliminon të gjitha toksinat nga organizmi dhe njëkohësisht aktivizon enzimat e mira me qëllim përmirësimin e funksionimit të mëlçisë. Hudhra gjithashtu përmban sulfur i cili është mjaft i rëndësishëm për mëlçin. Hudhra nga ana tjetër përmban edhe selenium dhe alicin të cilët luftojnë yndyrosjen e mëlçisë. Konsumimi i rregullt i hudhrës dhe gjithashtu i qumshtit në një lëng të vetëm për 5 ditë me radhë ndihmon në trajtimin e verdhëzës. Pagjumësia. Qumshti me hudhra gjithashtu ndihmon edhe në qetësimin e organizmit tuaj dhe ju ndihmon që ju të flini akoma edhe më mirë. Gjithashtu, pneumonia. Qumshti me hudhra duhet pirë 3 herë në ditë kundër pneumonisë. Kolla. Kombinoni kështu qumshtin së bashku me hudhrën, shafranin e indis dhe me pak mjalt dhe pijeni lëngun për të kuruar kollën kronike. Tretja, vlerat fantastike antiseptike të hudhrës e bëjnë atë shumë të rëndësishëm për sistemin imunitar, tretjen, pastrimin e sistemit limfatik dhe detoksifikimit të trupit. Ky lëng ndihmon gjithashtu edhe në sekretimin e lëngjeve tretëse dhe kundër diarres. Kolesteroli. Pini qumshtin me hudhra për një javë të tërë nga një gotë në ditë për të rregulluar nivelin e kolesterolit. Mënyra e pirjes së qumshtit me hudhra është edhe për problemet e përmendura për të paktën një gotë në ditë për një javë e cila do të shërbejë në të mirë të shëndetit tuaj. Gjithashtu, hudhra së bashku me mjaltin dhe qumshtin përbën një kur mjaft interesante kundër parazitëve në zor. Shqetësimet të cilat shkaktojnë këta parazit kanë të bëjnë me problemet e aparatit tretës, fryrje dhe njëkohësisht dhimbje barku të cilat ngjasojnë me dhimbjet e ulçërës, të përzjera, të villa, shkarkime diarreje disa herë në ditë, sidomos në mëngjes. Sinjal lajmi është se kjo diarre nuk përmirësohet as nga ilaçet e zakonshme. Parazitët shkaktojnë shqetësime nga më të ndryshme duke filluar nga alergjia, temperatura e të tjerë. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se ekziston një zgjidhje natyrale kundër këtyre parazitëve. Ky kombinim nxit fuqishëm shërimin dhe lufton parazitët fal enzimave, antioksidantëve, fosforit dhe vetive antibiotike natyrale të hudhrës. Ja çfarë ju duhet: gjysmë litër qumësht, 10 thelpi hudhër, 1 grim piperizi dhe mjalt. Në një tenxhere hidhni qumshtin dhe shtoni në të çerek litri ujë. Shtoni hudhrat e shtypura dhe lëreni të zjenjë. Përzieni kombinimin dhe lëreni të vlojë derisa të avullojë ujë. Hiqeni nga zjarri, filtrojeni dhe lëreni të ftohet. Shtoni mjaltin dhe piperin. Çdo ditë duhet të pini nga 250 ml të këtij kombinimi esën në mëngjes 1 orë përpara ushqimit. Nga ana tjetër, ky trajtim duhet vazhduar për 1 muaj derisa ju të shikoni një përmirësim të plotë. Ju mund të zgjidhni ta përdorni këtë edhe si një parandalues duke ulur dozën në 100 ml në ditë. Përdorni sa më shumë limon, hudhra, vaj ulliri dhe uthullmolle të cilat kanë veti shumë të fuqishme kundër parazitëve. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.